Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje tek energjia e dashurisë. Do të keni ndryshime shumë të mëdha që nuk do t'i besoni, pra do të duken shumë të pabesueshme. Këto ndryshime do keni në lidhjen tuaj të dashurisë. Pra, do të vinë një ndryshim i madh që ju nuk do ta besoni në këtë histori të bukur dashurie. Ky ndryshim do të vi sepse ju jeni një person shumë pozitiv, një person që pani dashurinë pa kushte, thon tarot. Jeni si kjo mbretëresha e shkopimve. Një femër e dashur, një femër intelekte, një femër me botë të madhe shpirtërore që fal dashuri pa kushte, pa asnjë lloj interesi, pa asnjë lloj kompromisi. Pra, keni të mashkull magjik që ju ri gjithmonë në çdo moment dhe në vështirësi, dhe në ditë të mira dhe në ditë të këqija, ju ri gjithmonë pranë. Ky person është i dashuruar fort, është i ky mbret i kupave. Është ka një pasion, ka një dashuri të fortë për ty, sepse tek ty shikon një femër shumë të fuqishme, shikon një femër që në infinit ka një energji të fortë për t'i çuar qëllimet e saj deri në fund. Do të bëjë ndryshime të mëdha në jetën tuaj, sepse më dalin këto mendime të mëdha pozitive që ka mashkulli juaj, ndër ky lajm fantastik që ju e merrni nga ky oazë në këtë dritare, ju merrni këtë lajm shumë të mirë tek pjesa e dashurisë. Dhe ky lajm i befasishëm, i papritur, që vjen drejt jush, do t'ju transformoj komplet jetën tuaj. Pra do të vijë në mënyrë të befasishme, ju nuk do ta besoni këtë lajm. Nuk do ngrileni të habitur me këtë lajm që do t'ju vijë nga ky ushtar i kupave në jetën tuaj. Keni rrotën e fatit të dy bashkë që ju mbron. Kjo rrotë e fatit ka brenda shëndetin, transformimin, shëndetin, ka bollëkun, ka pjesën e financave të mira, e familjes dhe dashurisë. Dhe ju e keni si një hajmali të dy që ju mbron në rrugtimin e jetës tuaj. Dhe vita e kupave më tregon që ju të dy bashkë në këto atë të mrekullueshëm jeni shumë falenderues dhe minos universit për këtë mrekulli që u ka sjell në jetën tuaj. Me këtë donon kjo histori dhe kjo energji e dy personave të dashuruar, me kë shenjë të horoskopit rezonon. Edhe kemi akrepi, me vigjëreshën, me qigjetari, me demi, me bricjati dhe me binjakët. Kurse në shenjat, në gërmat e alfabetit, të emrit apo të mbiemrit tuaj, gjithmonë është energji e përgjithshme dhe mund të rezonojë me disa prej jush, me gërmën S, me gërmën A, me gërmën I, me gërmën Q, me gërmën J, me gërmën D, me gërmën D, L dhe me gërmën F. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.